Të rishkues të respektuar, ju përshëndesim nga Kërçova. Ndodhemi këtu në muftinin e Kërçovës, ku do të bisedojmë me muftiun e Kërçovës, zotin Qamil Rushiti, në të cilin do të prekim disa çështje që kanë të bëjnë me veprimtarinë e muftinisë në Kërçovë. Zoti Qamil, mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Faleminderit, mirë se erdhët edhe ju këtu në muftini, dhe faleminderit për kohën dhe hapësirën që na jepni. Ndodhemi në prak të muajit të shenjtë të Ramazanit, të ndajnë edhe disa javë nga fillimi i këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Cilat aktivitete keni planifikuar para, gjatë dhe pas festës së Bajramit? Normalisht që muaji i shenjtë Ramazanit është një muaj i dalluar, i veçantë, ku basia fetare islame, si çdo kund në territorin e Republikës Maqedonisë, po edhe ne këtu si muftini, po marrim përsipër të gjithë format parapërgatitëse për ta mirëpritur këtë periudhë kohore aq shumë të rëndësishme, duke u organizuar edhe në aspektin e kadrovik, por edhe duke aktivizuar të gjitha kapacitetet tona brenda muftinisë tonë, që ta mirëpresim këtë muaj dhe ta kalojmë ashtu siç ka hije. Normalisht përpara muajit të shenjtë Ramazanit, ne kemi një takim me të gjithë hoxhallarët, ku aty diskutojmë format, mundësitë dhe mënyrat më të mira të organizimit të jetës. Planifikimi i aktiviteteve që do të... Normalisht planifikimi i aktiviteteve, por edhe koordinimet, bashkëpunimi mes imamëve, mbushja saj hapësire brenda Ramazanit me aktivitetet të ndryshme fetare, si e si të jemi më afër xhamateve tona. Muaji i shenjtë Ramazanit gjithsesi e krijon edhe atë atmosferën, ambientin e të qenurit më afër njëri tjetrit, krijon momentet aktiviteteve fetare ku çdo imam në xhaminë e tij bashkë me këshillin e xhamisë realizojnë ato obligimet e përditshme, faljen e namazeve, e në veçanti namazit teravis, po ashtu si çdo Ramazan tjetër i kaluar, do të thonë është praktike dhe shtrimi i iftareve në për xhami të ndryshme, në xhamate të ndryshme, dhe kjo është një mundësi e mire e takimit, e bashkëbisedimit, e realizimit të një obligimi fetar bashkërisht. Ky muaj është edhe muaji i shprehjes së solidaritetit, humanizmit. Padyshim, muaji i shenjtë Ramazanit apo adhurimi që realizohet brenda këtij muaji, që është agjërimi, ka për synim atë që Zoti e ka bë qëllim të këtij adhurimi, devotshmëria. Ngritja e devotshmërisë, tash devotshmëria është një koncept shumë i gjatë, ku hyr përpjekja vazhdueshme e njeriu drejt smirës, drejt dobishmes, drejt përmirësimit. Do të thotë dhe agjërimi e merr atë kuptimin ashtu siç duhet nëse ne arrijmë pozitën e devotshmërisë, do të thotë të jemi të përpikt në punët tona, të kemi një raport të drejtë me Zotin, duke realizuar adhurimet ndaj Allahut, do të kemi një raport të mirë, të drejtë dhe të afërt me familjar, me miq, me shok, do të thotë dhe atë që ju e përmendët, edhe përpjekja vazhdueshme e njeriu që të ndihmojnë në vendin ku ai jeton,
edhe në aspektin e humanizmit, edhe në aspektin e bujarisë. Kjo është edhe një praktike pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tregohet që ka qenë bujar në gjitha kohrat dhe rrethanat, mirë po ka qenë bujaria e tij veçanërisht e teksuar në muajin e shenjtë Ramazan. Për arsye se në këtë muaj do të thotë edhe shpërblimet nga ana e Zotit janë më të mëdha se në periudha tjera kohore. Njeriu duhet ta shfrytëzojnë këtë muaj si periudhë kohore duke dedikuar pak edhe ngritjes shpirtërore. Dhe me thënë, ne si njerëz, po dhe si besimtar, jetojmë 11 muaj, do të thotë në një sistem tjetër, dhe Zoti kërkon që në një muaj, do të thënë, të hymë në një sistem tjetër, ku detyrimisht vehet në pa ajo ngritja shpirtërore. Dhe kur i analizojmë rrethanat, e shohim që, do të thënë, jeta si zhvillohet me dinamizmin e vet, kur shohim se materializmi është shumë i theksuar, atëherë ne kemi nevojë me të vërtet t'i kthehemi pak edhe anës shpirtërore. Ka të bëjë kjo edhe me ligjërata që organizohen gjatë këtij muaji, sidomos gjatë teravis? Normalisht do të thotë të gjithë imamët tonë përpara namazeve të teravive kanë paraqitjet e tyre, ligjëratat e tyre, dhe theksi gjithmonë vendohet tek qëllimi i këtij adhurimi, ose qëllimi i këtij muaji, që është devotshmëria. E për devotshmërinë do të thotë mund të kesh qasje në çdo aspekt, po edhe kjo është që ne përmendëm, do me thënë që njeriu duhet gjithmonë të balancojnë në mes asaj që është materiale dhe asaj që është shpirtërore, pa më dashur t'i jep përparësi njërës mbi tjetër. Thonë, aktualisht ne shohim që materializmi dominon, dhe si dominim i këtij segmenti ne kemi kazbehje të disa vlerave shpirtërore, të respektit, të dashurisë, të bujarisë, të humanizmit, të afërsisë mes njerëzve, të ndërtimit të raporteve familjare, të respektimit të prindërve, të respektimit të autoriteteve, të mësuesve, kështu me radhë, gjëra të cilat ne duhet vazhdimisht t'i kultivojmë dhe t'i ushqejmë. Muaji i shenjtë Ramazanit dhe agjerimi gjithmonë do të thotë na rikthen neve për të bërë një vetvlerësim se si qëndrojmë në aspektin e shpirtit, do të thënë si qëndrojmë në aspektin e edukatës tonë të mbrëmshme. Folet pak më parë për humanizmin. Kërçova u ballafaqua me vërshimet e jashtëzakonshme, me përmbytjen në lagjën e Prillepit, ku rreth 170 persona u prekën nga këto përmbytje. Pjesë e atij aktiviteti të nevojshëm humanitar ka qenë edhe muftinia e Kërçovës përmes grumbullimit të mjeteve nëpër xhamit e këtij rajoni. Po, patjetër, do të thotë ne shprehëm atë keqardhjen tonë për situatën që ndodhi, dhe nuk deshëm që në këtë rast jemi vetëm spektator, por deshëm që aktivisht të kyçemi për të dhënë kontributin tonë, marrë parasysh që pjesa dërmuese e asaj lagje janë të komunitetit rom, dhe normalisht ne si institucion jemi institucion tek i cili përfshihen të gjithë komunitetet, me që ato ishen më të prekur, ne si muftini e Kërçovës organizuam një aksion humanitar në përgjith xhamijat e territorit, nga ky aksion humanitar grumbullimi i mjeteve që te kaloj shumën e 10.000 eurove,
10.400 eurove. Komisioni që u formu në Muftini konstatoi që ka nevojë realizimi i këtij aksioni të zhvillohet në 2 faza. Në fazën e parë u konstatua që nevoja më urgjente është ushqimi dhe higjiena, dhe ne do të thotë realizuam fazën e parë, ku ndanë mbi 100 pako, 110 pako me ushqim dhe mjete higjienike, dhe më pastaj faza e dytë kishte të bëjë me aspektin e mobilimit, inventari i dëmtuar që ishte në shtëpi. I dëmtuar dhe mjete teknike të anvisrisë, dhe kjo pritet të realizohet në ditët në vijim. Të flasim pak për organizimin e Muftinisë së Kërçovës. Para disa muajsh ju kishit zgjedhje në Muftininë e Kërçovës. Si kaloi ky proces? Mirë, do të thotë ne ju nënshtruam një procesi të rregullt zgjedhor, domethënë të caktuar nga Komisioni Qendror i Riasetit Basisë Fetare Islame, nga ku do duheshte të dalë këshilli i ri ose antarët e ri të Muftinisë. Muftinia e Kërçovës numëron gjithsej 11 antarë, do të thonë është kjo kryesia më e ngushtë e Muftinisë, dhe ne realizuam atë proces zgjedhor. Çdo gjë u konstatua që ishte në rregull, ishte demokratik, dhe më pastaj mbajtëm edhe takimin konstituiv të këshillit të antarëve, ku morë pjesë edhe kryetari i Basisë Fetare Islame, dhe ku certifikuan të gjithë antarët e Muftinisë për një mandat 2026-2029, në 2025, në fund 2029. Jemi shumë të interesuar dhe është edhe përcaktim i Kushtetutës Basisë Fetare Islame që të respektohen të gjithë regionet, përfaqësues nga të gjithë regionet, do të thotë tu në Kërçovë ish komuna e Zajazit përfaqësues, Oslomeja përfaqësues, qyteti përfaqësues, komuna e Plasnicës. Edhe ajo hyj në kuadër. Komuna e Plasnicës është brenda asuazave të Muftinisë Kërçovës, dhe normalisht duke u respektuar edhe përfaqësimi etnik, do të thotë në këshill të Muftinisë Kërçovës kemi edhe përfaqësues të komunitetit turke dhe komunitetit rom. Një temë tjetër që dua ta sqellojmë në këtë bashkëbisedim është denacionalizimi i pronave të Basisë Fetare Islame. Unë që pas viteve të 90 e kam përcjell procesin e denacionalizimit. Këtë temë edhe me ju e kemi trajtuar para një viti. Kemi risi në këtë drejtim? Çështja e denacionalizimit është çështja më e rëndësishme, mirë po është një çështje e cila kërkon kohë për të realizuar, për të na u përgjigjur në gjithë ato kërkesat tona, dhe konstatimi jonë është që kemi ecje në këtë drejtim, kemi prosperim në këtë drejtim, ku ne tashmë do të thotë disponojmë me disa prona të cilat nuk kanë qenë në menaxhimin tonë, domethënë tregu i qytetit, dhe kemi edhe një pronë tjetër tek varrezat e reja të qytetit, diku 35.000 m2, që tash do të jetë pjesë e vakëfit të Muftinisë Kërçovës. Kurse pjesa tjera, do të thotë që janë kontestume, jemi në proces e sipër, ku ne kemi komunikim me gjithë institucionet për të arritur deri tek ai realizimi final,
Përndryshe jemi shumë të përkushtuar në këtë çështje nga se vakëfi ka një status të veçantë në fen tonë, është pronë e cila lihet për të shërbyer besimtarëve, për të shërbyer njerëzve, për të shërbyer shoqërisë. Normalisht do të thotë se ndaj kësaj ne kemi obligim që të kujdesemi, ta mbrojmë dhe mundësisht edhe ta avancojmë. Të shpresojmë se do të kthehen sa më shpejt pronat e konfiskuara që janë marrë me rastin e nacionalizimit të pronave në periudhën komuniste. Shpresojmë. Shikues të respektuar, ishte kjo biseda që e zhvilluam me muftiun e Kërçovës, zotin Qamil Rushiti, të cilit shfrytëzoi rastin që t'i dhuroj librin Ajet Rushiti në sfidat e rrugtimit adhetar. Një libër që i kushtohet një vepritarit të devotshëm të emigracionit shqiptar në Amerikë. Zoti Qamili është familjar i tij i ngushtë dhe unë shfrytëzoj rastin dhe përpara të dhuroj këtë libër kushtuar këtij veprimtari kaq të madh për njohjen dhe ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë, zotri Shaban. Kam kënaqësi të veçantë ta planoj këtë dhuratë nga ana juaj, këtë vepër. Duhet të falenderoj në emrin tim edhe të familjes për kontributin tuaj, me që autori kësaj vepre jeni ju, dhe jam i vetëdijshëm për mundin që keni dhënë, për kohën që keni harxuar rreth grumbullimit të materialeve të veprimtarisë Ajet Rushitit, Gjajetit. Normalisht që ne si familjar Gjajetin e kemi patur model të veprimtarisë kombëtare, kemi qenë krenar dhe vazhdojmë të jemi për gjithë atë mund, atë përkushtim, atë sakrificë që është dhënë nga ky, po edhe nga shok dhe miq të Gjajetit për ta faktorizuar çështjen kombëtare në zyrat më të fuqishme të politikë bërjes botërore, në shtëpinë e bardhë, në departamentin e shtetit amerikan. Normalisht nuk ka qenë punë e lehtë, ka qenë punë shumë e vështirë, ka qenë një sakrificë e madhe që Gjajetit ja ka pamundsuar për ta vizituar vendlindjen disa vite, dekada, do të them, dhe e gjithë ajo mund të sakrificë në fund të kurorzu me atë çka ne jemi sot. Ne si familjar do të thotë mundohemi sadopak të ndjekim nga rruga e Gjajetit në mbrojtjen, kontributin ndaj kombit, të cilën ne kemi edhe obligim. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.